Mirëmëngjesi njerëz të bukur edhe të mirë, ne ke filluar shkelmat. Sherr në familje, pa u rrit akoma. Bau, Lora e kemi mamin Xhan. Niki vetëm flokët po më shkull. Mirë se erdhët në vlogmas, më të bukur të familjes tonë. Ku do ikim? Do dalim tira. Thoni njerëzve përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në familjen tonë të hallakatur. Deshët fëmi, deshët vlogmas me fëmi. Ja ku jemi. Ju tha përshëndetje të gjithëve. Lora, edhe këtu është Niki. Dy për një herë mund të puthim. Tani është momenti të putheni së bashku. Nuk e duan fare njëra tjetrën. Zien, ju thash? Mërziten. Okej, do t'ju ndaj, mos u shqetësoni, do t'ju ndaj mama, do t'ju ndaj. Një këte? Edhe një këte. Jeni mirë tani? Hamo Niki, se do motrën fare? Pute motrën. Shikoj njërë motrën? Jo, thengtej. Një po si të jabon një kur të rriteni, me ju do mere mund. Jeni gati të fillojmë ditën sot? Kush do pije para qumës? Ti, apo ti? Hajde ti. Lora. Mërzit Niki. Bëjmë pak masazh. E ulim, po mos qaj të lutem. Okej. Niki, radha jote. Ele të një cik masazh. Okej. Tani është momenti të bëni tummy time. Bravo, Niki. Tani dhe Lora tummy time. Bravo, ngreni kokën këtu te mami. Bravo, Niki. Ti ishe më dobët, tani e bërë shumë mirë. Lora. Bravo, Lora. Bravo. Tummy time. Shiko këtu. Kush fiton do pi qumësh. Wow. Ta marrim pasqyrën? Prit marrim pasqyrën. Bravo. Shikoni kafshët këtu. Macja. Lora do të kthehet dhe me Niki, shiko këtu. Macja. Lora nuk do bësh break dance. Do t'jes të mbash kokën. Këmbët të ti ulesh. Lora do të bëj rrotullim. Niki, bravo. Po ja del shumë mirë. Lora, ja këtu. Kafshët. Oktapodi, peshku, qeni. Po pasqyrën, shikojeni veten që atë bukura jeni. Okej, Niki, bërë mjaftueshëm, hajde. Filloi orkestra e Shqipërisë. U mërzitën, duhet të qohen. Ky është sinjali të qohemi. Let's start our day. Që të mos ju ikin trurin, duhet të bëjmë kështu. Ku do laj sytë e para? Hajde. Halati me dy. Gati. Hallo. Ti da më bërë mama. Të ulemi. Jo. Po. Danë të qohen shi. Shikojni ti këtë gocën ti me bukuroshe se e ka zënë gjumi. I ka vesh edhe gjinse, bluzën roz, po ndërkohë po fle gjumë të Filmoj një haul për në TikTok, kam një bashkëpunim me Shein, edhe kam veshur kpucët e para që mua më pëlqej, po kam një shoqe këtu me mua pas kamerës që po më ndihmon me filmimin, edhe më thot mua si ç'e themën këta? Si kokodaçe, atë. Së shmirë fare, që kanë këtu edhe qash kokodaçja, pa mirë. Ja. Po qonë të fillim? Mishave. Shumë të shëmtuara. Shumë të shpifura. Këta e në modo, është moda re. Edhe më thasë ti për plaka. Si duke? Nam. Oj. Vazhdoj me këto do të pëlqejnë jam e sigurt. Prit. Tani ju.
Po prit ti filmoj në TikTok, pastaj t'ja tregoj këtu. Apo hajde, hajde më shikojnë për në madhe. Ja, shi. Wow. Këto janë më plak Këto se janë plak. Hermes 800 euro. Janë myll këto, për sotin do të pëlqejnë. Se, si shaf ka bani. Është moda, faj kam unë. Çfarë kam unë? Hajde. Si duket? Këta në ju të më shikoni me gjise dhe më shkruani pastaj. A ju kem blerë disa linku që e keni në TikTok këtë video. Ju tregoj dhe tjerat, po sa ta filmoj për TikTok. Po mendoj se s'po pëlqen fare si po del video TikTokut të marrë një pa gjinse edhe t'ja tregoj me gjinse se të gjitha shkojnë me gjinse. Atëherë ju do ta kuptoni se kush është, si është ajo? Kush është Tefta dhe Ylberi? Ju t'ja mbylleni kamerë, pari se t'hapim për të ropin tonë? Ese njerë tani. U hap. Hapet. Ja me 2 fëmijë tani kam justifikim, kam bërë 2. Ka 20 një pa gjinse, një bluzë të ndryshojnë suratin. Edhe për më tepër, të bëjnë edhe të dukesh bukur edhe me shenjë. Yll fare, ja. Thoni tani, a nuk janë bukura këto? Lërë pastaj këto, që mishave. Jo, tani do Akoma më të duken. bukura. Prit se kam edhe tjera shumë të bukura. Po, vazhdoj mirë me TikTok. Nuk e di, po këto bashkëpunimet, sidomos kur kanë dhe afat, janë shumë të lodhshme dhe dua vetëm ti mbaroj dhe ti heq. Kam marrë gjëra trendi, edhe këto janë të parat. Ja ku janë, i provojmë me gjinse, se si do duket. Me veshjen time. Yll, këto janë yll, sa të bukra. Shumë të bukra, po jo me këto gjinse, dihet. Kam edhe çantën kështu. Ndërkohë, për kostume kam marrë këto, të gjitha janë imitime, për shembull këto si aksat. Ama gjejnë bukur për në shtëpi. Edhe Loropiana nga Shein. Bukra edhe këto. Në TikTok i keni të provuara. Po prit, kam edhe një çantë. Bukur ngjajnë. Edhe kualiteti nuk është krejt kot, se unë jam munduar të zgjedh gjëra mbi 30 euro, jo të marrë gjëra të lira fare, që të paktën të rrojnë pak. Kam marrë edhe këtë orën, do ta shikoj tani se se kam provuar fare se si e rrinë në dorë. Po kështu më duket elegante. E hoqa një video, mbaruam, kaq ishte, 1, 2, 3, 4, 5 part pus. Si ma qoku me qizme. E ku janë, rëmuja ime. A i keni pak këto cute, që këta ka bën mami këtu për gocat e mia. Dhe u blej Geta. A e pat orën, se pat orën. Si jam bërë, gjingla mingla. Ill. Hajtë se kemi tjera prap. Grije, fotograf. Kameraman, lartë, jo pa. Kemi edhe pako të tjera nga shini joni dashur, ka marrë fustanet se që mu desh dhe më shikoni mua me fustan tani. U zhvesha, dhe më thënë, edhe u vesha prap, u ndrova, kameramanja ime bevën. Edhe duket sikur jam ditë tjetër. Hajde, sa për lartë, sa për TikTok është ideja, ta mbarojmë edhe video në radhës. Nëse nuk i bëj video të rjesht, jeta ime bëhet një çorbe vërtet. Të gjermanet këtu që i bëjnë me organizim, i keni pa influencer gjermane, nuk gjejnë ato. E jam i zbavër. Nuk gjejnë ato shumë kotëm. Se ne nuk dalim dot nga vetja edhe sigurisht që Instagrami im ka edhe jetën time të përditshme, por po thoja jam bërë rregull dhe organizuar. I bëj të gjitha videot përgjithsisht në të njëjtën ditë këto, që janë kështu me ndrime me gjëra. Ti e qafe, po prisni se kjo video që do të kem tani sa bukur më filmon kameramani im. Nxori rrobat këte. E po del pyku këtu. Kush është pyku? Ja ky. Po më mira i se rroja ime. Nëse ideja është që kameramani po ka plane të ndryshme, sepse unë që kur bëra eventin në Düsseldorf si një influencer madhërishme, tani nuk mbahe më, ne synoj majat, kështu që ju lutem support. Se s'kam bërë astojnë, sepse nuk e jo që në shtatë tani. Dhe i bëjmë bëgë dhe i poshtë i fshejmë. Veshja që do për tani, sinqerisht është shumë e bukur. Jo premtoj, kam zgjedhur gjëra të ngrohta se edhe kemi ftohtë me motor. Pa e kuros se e kam vesh një 30 herë këtë. O njeri, po mos ma nxi me garderobin se ma nxi me jetën. Kërkoj fotograf të ri, kërkoj kameraman të ri. Ja kjo është kostumi, është shumë i bukur, në Shein e keni dhe këtë, sinqerisht e kam veshur edhe më keni pyet kaq shumë edhe në Instagram. Dhe po nga Shein e keni kodin te kjo video që po hedh unë, domethënë tani. Edhe shumë i bukur, shumë i rehatshëm, ishte diku mbi 30 euro.
Tani edhe xhupi në sipër. Po nga shenjë, xhupi është shumë i bukur, si që shikoni, por ka një problem, që kam gjepu këtë? Mandarinë. Që po kjo mandarina? Xhupi ka një gjë pa lidhje, që është kështu si i mbushur, këtu është i çmbushur, s'ka pupla fare. Edhe është ftohtë po se ketë mbushur. Pa ma kështu në gjanyrë. Po, shumë bukur. Po do njëherë në vjesht, në dimër. Shi sa bukur. Pantallonat, edhe këto pantallonat kanë një gjë super të mirë, për t'ju tregoj këtu, që janë kështu, të ngrohta. Për dimër. Dhe tjetër, po ja tregoj ju para TikTokut, çorape, që më duket sikur ka me shqiri. Ja kështu kanë ardhur, të zhubrosura, roz me fjongo, të bardha me fjongo të zezë, edhe të bardha me fjongo roz. 4 palë. Dollëm me vagon treni. Tu çdo dali tani do për një intro të bukur, ne? Një intro të bukur. Se si më duket vetja kur ju flas. Po do t'ju flasin shumë bebave. Bebave do t'ju flisin shumë edhe pse janë të vegjël. Është një nga gjërat që këshillohet dhe zina nxashësor. Hajde. Duket shumë. Geti dora. What a Martin. Frilash qesa ta ma. Pas ka letër. Nuk e di pse po unë kam shumë qef kur marr letra. Mauricio më thot vetëm ti ke qef, se gjithë njerëzit kanë frikë. Ti ke qef. Mua më duket sikur ka lajme të reja të bukura. Po ndodh që mos shumë t'i vinë gjoba. Një letër? Mauricio. Kush i ka shkruar Mauricios? Adisa. 1 und 1. S'kemi lajme të reja. Për t'japim njërë burit. Ma e vinë gjyqë që japim letrat. Ikim sa asë një lajmë të ri nuk marëm. Pipi. Ua, sa bukur ka po pemë. Vetëm ne kemi ngellë kështu, si të lodhur. E ka marrë pemë naturale. Shumë bukur. Halo! Kemi arë në Esen. Kë kemi në Esen? Esen apo Esen? Si i thoni? Esen? Edhe kemi arë të Limbeka Plaza. Oh, sorry, shoku. Nuk pash, më falni, ju lutem. Kaloni. Ndroj mendje, i ka tje, thot, është më mirë, thot gruaja, kur flasin gratë në timon, i ku e gjej gruan, dishte Mauricio s'më gjofte më. Mauricio thot, atë që thot gruaja të kundërtën, i del më mirë. Të ecur me truin tim pale ku do ishim. Perandor në Dubai do kishte qenë. Gjejmë një parkim edhe dalim se po na ikën ora, po na ikën dita çdo gjë gjeta. Shikoni tani çfarë nish jam unë në parkim me tek lëvizje. Tek lëvizje herë 3. Një. Shkoni në tek lëvizje si të. Bravo, ti sa shfarë. Parka gjeshe je. O zot, arritëm. Shikoni si jemi ngarkuar, nuk dhe t'i lija gocat pa kote dhe i kam vendosur këtu. Shiko, na duhen edhe topa në shtëpi. 26 copë.